Marash Kumbulla u huazua nga Roma tek Espanyoli ku po çfillon një sezon shumë të mirë. Mbrojtësi kombëtares është titullar fiks dhe do të jetë gati për ndeshjet e muajit mars që kombëtarja do të luajë. Nëse Ardian Ismaili do të ketë ndonjë shqetësim, Kumbulla mund të jetë ai që do të formojë dyshën e mbrojtjes me Gjimshitin. Në intervistën e dhënë për Kronaketti Spogliatoio, Marashi foli për eksperiencën në Spanjë dhe kujtoi kohët e Roma. U transferuat në Rom për një shumë të konsiderueshme, a rëndoi kjo në ecurin tënde? Në fillim isha i ri dhe nuk mendoja shumë për atë që po ndodh dhe doja të luaja, pastaj kishte ndeshje çdo 3 ditë dhe nuk kishte shumë kohë për të menduar. Tani duke parë prapa jam bërë shumë i vetëdijshëm për veten time, jam pjekur shumë taktikisht, teknikisht dhe fizikisht. Pata këtë dëmtim që më pëngoi pak rritjen dhe tani erdha këtu për të vazhduar rritjen që kishte ndaluar. Çfarë gëzimi ishte të fitoje ligën e konferencës në shtëpi, në Tiranë. Nuk do ta kisha imagjinuar kurrë të fitoja një trofe në Shqipëri. Fatmirësisht ishim në finalen e ligës së konferencës dhe po luhej në Tiranë, ndaj mund të përfundonte vetëm kështu. Ishte një nga momentet më të mira të jetës sime në përgjithësi sepse përfaqëson paksa mbylljen e një kapitulli. Fitoria e parë e ligës së konferencës në Tiranë, në shtëpinë time, më pas të nesërme në Rom duke parë mijëra njerëz që festonin, ishte bukur. Po nga finalja e Ligës së Europës, çfarë kujtimesh keni? Finalen e dytë e kam përjetuar nga jashtë, pikërisht për shkak të dëmtimit, fatkeqësisht përfundoi keq, edhe më dhinte pak më shumë, edhe sepse nuk isha në dispozicion për të luajtur, por edhe sepse humbëm me penallti. Të gjithë e dim se si shkoi, që nuk duhej të shkonim as në penallti. E keni fjalën për arbitrimin e Taylorit? U fol gjatë në dhomat e shpeshjes. Tani kam mbaruar dhe nuk mund të bëjmë asgjë. Më vjen në mendje tani kur festuam, kam një foto duke mbajtur një poster, por nuk është për të qeshur me të, por sepse më bëri të qeshja shumë ku thumboja Lazio. Si e gjykoni vendimin tuaj për të larguar në Spanjë? Jam i lumtur që zgjodha këtë skuadër. Pas dëmtimit më duhej të luaja. Pas thirrjes së tyre isha këtu për një ditë e gjysmë. Kisha parë më herët stadiumin dhe qendra sportive kur luajtëm kundër Spanjës me kombëtarin shqiptare. Janë dy struktura të pabesueshme dhe moderne. Strukturat funksionale janë të rëndësishme për një futbollist. Të bëjnë të qëndrosh më gjatë në qendrën sportive bashkë me shokët e grupit të bëheni më të bashkuar. Si e përjeton në derbin me Barcelonën? Të kem Barcelonën afër më ka treguar se sa shumë tifozë të Espanjolit janë të lidhur me ekipin. Ata gjithmonë përsërisen se Espanjoli është një ndjenjë, stadiumi është plot, ka kaq shumë abonime sezonale që e kanë ekipin në zemrat e tyre. Tifozët tanë janë të vërtetë dhe fantastik. Fituat me Real Madrid, e vështirë apo jo? Kur e mundëm Real Madridin asgjë besoja, Los Blancos janë një skuadër që nuk vdes kurrë, edhe kur ra bilbili i fundit, unë qëndrova i tensionuar.